Shekujt e fundit të antikitetit të vonë dhe fillimit të mesjetës së hershme ishin kohë të ndryshimeve të mëdha në shumë aspekte për Evropën dhe veçanërisht për Ballkanin, përfshirë dhe ato etnike. Në fundin e antikitetit të vonë, territorin e banuar nga proto-shqiptarët kishin arritur një zhvillim të mirë ekonomiko-shoqëror që dëshmohet dhe me fortifikimet dhe ndërtimet e kultit kristian. Gjatë përfshirjes në perandorinë romake, krishterimi u përhap kudo dhe pati procese akulturimit të vendasve dhe ndikimin në gjuhën e tyre, por më pak se në pjesët e tjera të perandorisë dhe përhapja e pak e gjuhës latine tregon se nuk mund të flitet për romanizim të vendasve, ndërsa terminologjia kishtare gjuhës shqipe si gjuhë e predikimit rezulton e huazuar nga latinishtja. Gjendjen e provincave në gjysmën e parë të shekullit të 6 e njohim nga Sinekdemos i Heroklit, shkruar si udhërfyset në vitet 527-58. Sipas tij dhe të dhënave në aktet e koncilëve dhe letër këmbimi ndërmjet peshkopatave, në territorin e sotëm të Shqipërisë kishte 15 qytete dhe peshkopata. Zhvillimi i ndërtimeve dhe arkitekturën paleokristiane ecën krahas zhvillimit të vendit dhe vrehet në larmin tipologjike, në bazilika, ndërtime me planimetri qendrore dhe kisha një nefshe në zbukurimore në teknikën e ndërtimit për krijimin e një brendësie karakteristike për arkitekturën e kësaj periudhe, një rol që dorës parë luante zbukurimoria që në përgjithësi është ofruar tek ne me skulpturën arkitekturore të pasur dhe mozaikët. Në shekullin e 5, Ballkani ju nënshtruar dyndjeve të popujve slav, një proces i gjatë dhe jo i menjëhershëm, por vendosja e tyre fillon rreth fundit të shekullit të 6. Në vitet e fundit të sundimit perandorit Anastas, 491-518, në vitin 517, slavët shkrejtojnë Thesalinë dhe Maqedoninë. Në vitet 539-520, proto-bulgarët në dy valë karojnë deri në Selanik e Konstantinopoj për te i Danubit. Përfutjen e slavëve në Trojën e Shqipërisë flet Prokopi Cezares në vitin 548 për një inkursion sklavenësh që kalon Danubin dhe arrin deri në territorin e Durrahut duke pushtuar mjaft kështjella që mbaheshin për të sigurta. Për këtë arsye, sipas Prokopit të Cezares, në Dea Edificis, nga perandori Justinian në të dy epirët u përforcuan 55 kështjella dhe u ndërtuan 40 të reja për këtë qëllim. Gjatë sundirit të perandorit Justinian, Danubi mbeti kufiri verior i Bizantit. Në vekjen e tij, në skenë dalin avarët që përdornin inkursionet e tyre dhe popujt të tjerë në të cilët dhe slavët. Menandri na kumton së pari në vitin 582 se edhi në Traki populli slav afër 100.000 veta dhe plaçkiti Trakin dhe shumë vende të tjera. Ata kishin ardhur me familjet e tyre për të vendosur në tokat bizantine, por detyruan të kthehen mbrapsht. Në vitin 581, sipas Joanit të Efesit, slavët shkrejtojnë Heladën, Trakin dhe rrethinat e Selanikut, ndërkohë që perandori ishte në lindje në luftë me persët, por nga fillimi i vitit 584 dhe ata u kthyen mbrapsht. Dëshmi të mëvonshme për inkursionet slave jep Lemerle me Miraculum Sancti Demetin se në vitin 586, në 22 shtator, rreth 100.000 slav të shtyrë nga avarët shihen papritës dhe të parë herë në muret e Selanikut, duke u tërhequr pas një rrethimi të pasuksesshëm që zgjati 7 ditë. Sipas kronikës të Monemvasis të vite 587-58, fiset slave pasi dështuan u drejtuan për në jug duke shkretuar ndër të tjera dhe Epirin e vjetër. Por mendoj se flasin dhe shkatërimet dhe të dhënat e gërmimit të bazilikës të Amkiasosit në Sarand dhe të kështjellës. Në vitin 592, në një letër të papës Gregori I parë, mësojmë se barbarët kanë pushtuar qytetin e Lezhët dhe se papa i mundëson peshkopit të saj të vënë qëndrim në Skilacet të Italisë Jugut, ku ende ishte aty në vitin 597. Në vitin 595, papa merr një letër nga sinodi i Epirit të vjetër, firmosur nga mitropoliti dhe 6 peshkop. Po ta krahasojmë se deri atëherë në listat ishin 9 peshkopata, rezulton se janë shkatëruar veç se jo më shumë se 2-3 qytete, ndër ta si Shpanë dhe Ankiasmi. Situata në Ballkan ndryshon gjatë viteve të sundimit të perandorit Herakliu 610-649, i cili që nga viti 611 ishte i zënë në luftë me persët në lindje. Sulmet masive slave shembën pushtetin bizantin në veri të limit si Danubian, dhe në vitet 614-16 avaroslavët arritën të merrnin qytete të rëndësishme në brendësi si Naissus e Serdika.
Pas këtij sulmi ndodh një tjetër për të cilën mësojmë nga Çodia 5 të Elemerle, sipas të cilës avarët dhe slavët shkatërojnë gati tërë Ilirikun, domethënë provincat e Dardanis, 2 Panonit, 2 Dakit, Mizin, Prevalitanën dhe Rodopin, si dhe Trakin dhe Krainën e murit të madh pranë Bizantit, popullsia e të cilëve u shpërngul përtej Danubit në Panoni. Me inkursionet e fundit shekullit të 6, fillimit të shekullit të 7, fillojnë shekujt e errët, kur për shumë shkaqe, sulmet avaroslave, shkatërimi dhe rënja ekonomike, rënja demografike, epidemitë dhe ndryshimet klimatike ndërmërkryesorët, kemi një braktisje të qyteteve dhe rënimi i fortesave mbi të gjitha zhvendosjen e popullsisë në vende më të sigurta, ndër qytetet e Bregdetit dhe zonat malore të mbrojtura. Për shkatërimit në Shqipërinë e Jugut flet prapa Honor, drejtuar 4 peshkove të sinodit e Pirit të Vjetër në vitin 625 për mosmiratimin e mitropolitit të Nikopojës. Kristos mendon se ishin i Korfuzit, i Eurojës që ndodhesh në Korfuz, i Butrintit dhe me djasa ai i Adrianopojës që dalin më vonë vazhdimisht. Me interes janë gjetjet numizmatike sa do të pakta përkohen nga Vlora, Durrësi dhe Shkodra, moneda të kohës sundimit të Herakliut, Konstancit të parë dhe Konstantinit të 4, deri në 685, që tregojnë se qytetet e Bregdetit mbetën nën Bizantin dhe penguan vendosjen e slavave në prapatokën e tyre. Nga studimet e qeramikës të zbuluar gjatë gërmive në Butrind më vonë dhe qendrat të tjera të Bregdetit, Vrum arrin në përfundimin se gjatë shekullit të 7-9 Adriatiku Jugor ishte qartësisht i lidhur politikisht, ekonomikisht dhe kulturalisht me botën bizantine. Lidhja e vetme perandorisë me territoret e Adriatikut në këto shete ishin nëpërmjet detit. Nga Venediku që shkonin deri në Konstantinopol dhe në kthim duheshin 3 muaj dhe ndalonin në të gjitha portet. Për këtë arsye flora detare perandorisë u kthye në temën e Karabisenëve që përmendet nga viti 680, u zëvendësuat pas vitit 720 me atë të Kiveriotëve, ndërsa më vonë krijohet tema Kefalinis. Një strateg i saj përmendet në 809, por vulat e plumta më të hershme të 3 strategëve të temës të Kefalinis, Prigent i daton me krijimin e saj në fund të viteve 60 të shekullit të 8. Për 2 raun bizantin dhe një vul plumbi shumë e rëndësishme e gjetur me mjaft në Pulja, e cila për nga stili sipas Prigent, gjason me një nga vullet e Likastos, strategu të Kefalinis. Hyrja me lutjen për të rinë e shenjtë dhe mbyllja me amen, karakteristike janë për periudhën e parë të ikonokrasisë dhe datojnë atë vull në fund të viteve 720-760. Dhe ajo është një vull e një njësie ushtarake të elitës lokale. Po me rëndësi është vulla që i përket Petros Arkhont i Diokles, me vetra vull plumbi në zonat rreth Adriatikut, që shkrimi dhe zbukurimet e përdorur e datojnë rreth viteve 700. Krahas këtyre kemi Ciborin e Ulqinit, ku përmenden bashkëperandori Leon i III, 720-741, dhe piri i tij Konstantini V, si një fragment Ciborimi i gjetur në muze nga Gjakumis, më i hershëm nga Durrësi, si dhe gjetje të shumta të kësaj kategorie skulpturash të kohës së perandorit Nikifor. Këtë e mbështet një vulë e Konstantinit, strateg i temës të Durrësit, vula e Filipit kryepeshkopi i Dyrakën, që janë të fundit shekullit të 8, gjysmës së parë të shekullit 9, dëshpi e kufive verior të Durrësit. Tema Nikopojës datohet në mesën e shekullit 9, nisur nga jetëshkrimi i Shën Ilia së Ri. Gjatë gërmime arkeologjike në fushën e Vrinës në jug të qytetit të Butrintit, në kompleksin Vil Kish u gjetën 49 monedha që datohen nga vitet 820 deri 950. 70% të cilat nga koha e mbretërimit të perandorit Leoni V, 886-912, dhe 5 vula plumbi të datuara në shekullin 9-10. Butrinti ishte një port i rëndësishëm që përmendet edhe nga gjeografi arab Ibn Haukan në vitin 973. Krijimi i temës së Durrësit në fillim të shekullit 9 dhe asaj të Nikopojës në mesën e këtij shekulli përbëhet një fazë të re në historinë e vendit. Ferluga mendon se Dyrau para se të bëjë temë ka qenë arhondi dhe ishte një formë e vetqeverisë së qytetit, sidomos për territoret periferike.
Në krye të saj ishte arhondi që vinte nga shtresat e larta të qytetit. Dyrhau nuk mund të qëndronte pa një paratrok që furnizonte deri dhe me njerëz dhe për më tepër që e mbronte në rast rreziku. Dhe anasjelltas, domethënë krahinat arbërore mbroheshin nga Dyrhau dhe qytetet e tjera, sidomos ato të Bregdetit, që siç dukesh kishin garnizone të mjaftueshme. Gjetja e dy vulave të arhondit vagenetis që ka krijuar diskutime nëse kanë lidhje me vajunitët e ardhur në Selanik dhe që u shpërndan nëpër Greqi dhe që krijuan dhe peshkopata të përbashkëta bizantinët themi slave. Është bërë diskutim për këtë. Përmendja e në vitin 879 si peshkopat tregon se arhondi që arhondia ishte në sundimin e perandorisë bizantine që lidhej me Durrësin dhe nga mesi shekullit 8 me temën e sapo krijuar të Kefalinisë. Dhe pas krijimit të temës së Nikopojës varej prej saj. Temën nga përmendet në dokumentacionin historik dhe toponimi Vajoneta, Vagenetia shtrihej në zonën e Burgut dhe Delvinës dhe deri më në jug. Qenia e Butrintit si një qytet port gjatë këtyre shekujve të errët, që ka vijuar jetën për të gjallëruar pas krijimit të temës Nikopojës në mesën e shekullit 19, dëshmohet me zbulimet e përmendur të Vrinës dhe me ndërtimin e murit të poshtëm pendulmor, dy kullat e të cilit u përdorën për banesa si dhe rifortifikimin e Akropolit. Për periudhën e shekujve të errët, të dhëna sado të pakta për strukturët kishtare ndihmojnë për të kuptuar historinë e vendit. Në koncilin e vitet 691-692 në Konstantinopol merr pjesë Sisini, metropoli i Durrësit. Në koncilin e Nikes në 787 merr pjesë Nikifori i Durrësit, Ioani Dekaterës Kotorit dhe Athanasi Nikopojës. Kalimi nga strukturat kishtare të shekujve 6 të 7, shumë të trazuara, në ato që dokumentohen rreth vitit 900, nuk është bërë me njëherë, riorganizimin e saj e jep noticia e shtatet darrueses e kohës së perandorit Leonit të Gjashtë me fjalët se për herë të parë që nga koha e antikitetit gjë e tillë nuk ishte bërë dhe jepet radha Dyrhau 42 dhe Naupakti 35. Në këtë noticie Naupakti Nikopoja ka në territorin e sotshëm Shqipërisë Adrianopojën dhe Buthrotin, ndërsa Durrësi Stefaniakën, Hunavin, Kroin dhe Elisonin, Lezhën. Për lidhjet kishtare të Durrësit me Romën, flasin letrat e murgut të njohur Teodor Studitit, dërguar peshkopit të Durrësit Antonit në fillimet e shekullit të 9, në të cilat kuptohet se në qytet ka dhe ikonodull dhe ikonoklast. Për Ferlugun, këto letra janë dëshmia e parë për temën e Durrësit, që lidhur me datën e krijimit të saj, ai mendon se i takon fillimit të shekullit 9 kohës të sundimit të imperatorit Nikifor 802-811, që shquhej për politikën e tij të brendshme. Në koncilin e vitit 869 merr pjesë peshkopi Adrianopojës, në koncilin e Fotis të 879 merr pjesë mitropoliti Lukani Dyrhau, Kozmai Stefaniakës. Ndërta shtohet gabimisht Davidi i Kroon, i cili në listat e koncilit në të dy gjuhët është rrojën dhe është identifikuar me tjetër peshkopat, si dhe Stefani Vagenetis, sidoqoftë, është për të shënuar që Stefaniaka me territoret e veta përbën një kufi lindor të temës së Durrësit, ndodhet në zonën Shtjefën Stelush të Matit. Studiusit e vendosjes së slavëve në territoret bizantine të Ballkanit kanë arritur në të 30 vitet e fundit në përfundime se ata për numrin e kufizuar, disa dhjetra mira, nuk mund të popullonin tërë territorin nga Istria në Kotore më në jug, dhe nuk ka dëshmi për një vendosje të slavëve në territoret e banuar nga protoshqiptarët, përpara pushtimit bullgar të një pjesë të shqiptarisë të jugut. Slavët vendoseshin në afërsitë rrugëve kryesore dhe pranë lumeve dhe në territoret perëndore të Dalmacisë dhe prefekturës së Ilirikut. Gjithashtu popullsia autoktone që banonte në tokat e punueshme, si mas studiuese slav, serb të sotshëm aktual, deri në fundit e shekullit 9 u slavizua, por nuk u zhduk. Në Ilirinë e Jugut, kur në antikitet popullsia autoktone kishte filluar të dallohej si ilirët e Mirfill, Iliri i propri dikti, si një bashkësi etnokulturore më vete, me një gjuhë dhe kulturë të njëjtë, vazhdoi në ndodhitje e shekujve në popullsinë e arbërve mesjetar, që përmenden në të njëjtën tërë nga shekulli 11 e këtej.
Ky fakt dëshmohet dhe ka të dhënë dhe gjuhësisë shqiptare të arkeologjisë mesjetare. Zbulimet arkeologjike kanë krijuar një tablo të qartë të vazhdimësisë Darnani prevalentante në dy epirit në një kulturë të vetme. Kjo kulturë realizoi në shekullin e 7-8 kur formoi Narbrit. Kjo në Shqipërinë e mesme të Verit është emërtuar kultura arbrore apo e Koman Krujës. Ashtu dhe në Shqipërinë e Jugut nga gjetjet e Dukatit, Piskovës, Rehovës dhe Rapsës ku shqiptarët e hershëm janë të bashkër të saj pavarësisht nga dallimet. Rëndësia e veçantë paraqet mendojmë shtria e temës së Durrësit në fillim të shekullit IX. Për kufit veror të temës Durrësit flasin gjetjet nga Kotori dhe Ulqini, si dhe të dhënat e Konstantin Porfirogenetit se Dalmacia në shekullin IX ishte në kufi me Dyrahun dhe kështelet e tij Antivarin, Elkinën në Ulqini dhe Elisonin, Lezhë. Tema e Durrësit me rrëndit e tij përfshinte për ne për afërsisht një territor në veri nga Alpet dhe në jug Prevalin, të kufizuar me luginën e lugimit të Drinit në lindje dhe detin e Artik në perëndim. Kufiri jugori temës së Dyrahut nuk gjatë shekullit të IX, kur krijoi tema e Nikopojës, besoj se do ketë qenë ai që ka qenë dhe më përpara. Një ndryshim ndodh kur në pjesë të Shqipërisë lindore dhe jugore i pushton këto pjesë mbretëria bullgare. Bullgarët kalojnë Ohrin dhe rreth mezit të viteve 60 dalin në zonat e Vlorës. Toponimia tregon përkatësinë e tyre. Kjo vendosje e sllavet u bë krahas vendas, me interes në shpjegimi i emrit Kutmiçevica, me të cilën u quajtën terracorët e pushtuara, siç quhesh në atë kohë dokumentat, pjesa e tretë e mbretërisë bullgare, që do të thoshte tokë të sapo pushtuara. Dëshmia materiale për këtë pushtim, siç u përmend përpara, është gjetja në Ballshë, Kefalini, Glavinic, që janë përkthime të njëjtit ëmbrit nga shqipja në greqisht në slavisht, e një shtyllë me mbishkrimi në vitin 865-866, kur Boris Mihajli i parë u kthye i krishterë. Gjatë mbretërimit të Car Simeonit 892-927, bullgarët her pas here pushtonin ose rrezikonin me kërcënime territoret e Durrësit dhe të Nikopojës. Ka nga Simeon magistri të dhënat e hollësishme për këtë gjë. Por çdo herë kufit rivendosen si paqes të vitit 864. Në fundin e shekullit të IX, të dhënat që kemi për organizimin administrativ janë Taktikoni Filiteu 899 dhe Taktikoni Benesheviqi 834-44, ku përmenden temat e Nikopojës dhe Dyrahut. Të dhëna me vlerë ka dhe noticia e kohës së sundimit perandorit Jan Simiskit, i cili 969-976, i cili shkatëroi mbretërinë bullgare dhe i ktheu Bizantit tërë këto territori që ishin zotëruar prej tij. Në to recensionit A dhe C japin për Durrësin 15 Shufagran deri në Shkodër, ndërsa për Nikopojën shtojnë krahas Butrinit Adrianopojës dhe i marrën. Për organizimin administrativ të territoreve vlen Taktikoni Ekonomides i vitit 991-79, që përmend temat e perëndimit, Nikopojën, Durrësin, Jerikon dhe Dalmacin. Me interes janë dhe të dhënat për organizimin e kishës në fund të shekullit IX dhe të fillimit të shekullit X. Me pushtimin bullgar në varësinë e kishës bizantine krijohet në Ballshin e sotëm Peshkopata e Gavinicës. Veç përmendjes së saj në diplomën e vitit 1020 të perandorit Vasili II, në një listë datuar nërmjet viteve 20-30, ajo quhet Kefalinias e Glavinicis. Rreth viteve 885-886 krijohet Peshkopata Velqishe e Dërgovica, ku car Boris Ismaili dërgoi Shën Klementin të ardhur nga Moravia, diku në luginën e Shushicës në vitin 893, ai dha atij Peshkopatën që u krijua për të. Peshkopata Velqiste Velqa dhe Dragovica Drashovica, që ishte një peshkopat etnike, si që rezulton nga një studim i një grupi të madh drejtuar nga arkeologët shqiptar, ku ka qenë dhe një specialist i historisë së kishës rusë. Dyrahut dhe tokat shqiptare u pushtuan nga Samueli në vitin 998. Dyrahun ai e mban deri në vitin 1005, ku banorët vendas i hapën dyert.
Vasili II 976-1925 vazhdoi luftën e bullgarët pas vdekjes së Samuilit në 1014 deri në fund të vitit 1018 kur u dorëzuan dhe mbetjet e fundit të tyre në Berat, Tomor dhe Brokoto, Brataj i Vlorës. Samuili riorganizoi kishën bullgare si patrikant, të cilën me rënien e mbretërisë bullgare Vasili II e shkatëroi duke shpallur, e transformoi duke shpallur Ohrin kryepeshkopat. Diplomat e 19-s përfshin 17 peshkopata. Diploma e 20-s i shton Ohrit dhe 14 peshkopata të tjera dhe në të i tërhiqet vëmendja e mitropolitit Durrësit që të mos ndërhyjë në territori të kishës Ohrit, me sa duket për misin për marrëdhëniet e Durrësit me botën romake, me papën dhe me praninë e katolikëve dhe në të Vasili II bëri këtë ndryshime. Kishat e kësaj periudhe janë ato njënefshët dhe bazilikat. Në Shqipërinë e Jugut janë kapele të vogla dhe një pjesë e tyre mbulohen me qemer. Në Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut, ku mbisidrojnë ka dhe me përmasa të mëdha që në përgjithësi janë katedrale. Bazilikat dëshmojnë vazhdimsi me traditave për nivelin dhe kërkesën arkitektonore. Ndërtimet më të vjetra nga kjo janë ajo bazilik në xhaminë e Fatiut në Durrës, shënkolli në Perëndi dhe Shënjani në Shion të Delvitit ku ka punuar dhe Vitaliotis. Shekulli i 11 është kohë kur dalin nga mbunimet shqiptarët arbër me emrin Albanoj që jep Ataljati për kryemëngritjen e Maniakës në 43 dhe në 1081 Ana Komnena për luftat e bizantinë me normanët që quhen Arvanon krahinën Albanoj, popullsinë e zonave, Arvanon krahinën dhe Albanoj popullsinë e zonave. Në lindje të Durrësit, ku 9 shekuj më parë, Ptolemeu vendoste fisin i lirë të albanëve, bardhinëve, parthinëve. Bëja me pën është një fenomen i ditur në greqishten asaj kohe. Shekuj që trajtuan ishin shekuj shumë të trazuar. Ndryshime të mëdha etnike dhe kombesh në gjithë Evropën, për të thënë që vetëm 2 ngelen të rësisht me paraardhjen e mëparshme, preardhjen e tyre si qenë shqiptarët dhe grekët. Studimet tona duhet të orientohen me programe kërkimore duke shtuar si numrin e studiusve, ashtu dhe bashkëpunimin me ata të huaj që janë angazhuar dhe gjermësot në kërkime në territorin e Shqipërisë dhe për historinë e shqiptarëve, apo dhe të tjerëve si rasti i Bullgarisë apo i Sllave. Faleminderit.